Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë, qëmë salavat dhe selam e pejgamberit e tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me historinë, sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti përjetojmë ato rrethana edhe situata me të cilat është ballavaçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para fillimit shpalljes edhe me tutje. Pra jemi tash në momentet kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se vahet burr, arrin moshën e pjekurisë dhe i kemi përmendur disa ngjarje me të cilat është ballavaçu në rininë e hershme të tij. Javën e kaluar kemi përmend si fëmijë se si ka udhëtu së bashku me Ebu Talibin, edhe kemi përmend një pikë që është e rëndësishme, ndoshta për juve me mbajt me pas parasysh, atë se vërtet feja jonë islami dallohet prej apo e veçantie, karakter i veçantë i fesë tonë është çështja e në pranimin e atyre të dhënave, është kriteri i vërtetësisë së tyre. Dhe e dim që shkenca e hadithit, që është e ndomë në disa lëmi, prej lëmive është edhe dituria e burrav, i thuhet ashtu ilmu rijal, që është për qëllim studimi dhe analizimi i atyre individëve, persona të cilët kanë përcjell hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në bazë të nxjerrjes në pah të karaktereve të atyre njerëzve të cilët kanë përcjell hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë vërtetuar apo kanë vënë në pah vërtetësinë, respektivisht pa vërtetësinë e atyre haditheve. Dhe kjo është diçka shumë, domethënë se në Islam posaçërisht nëse bëjmë krahasime me fe tjera, për arsye se e keni pa, ndoshta po dalim, po është e rëndësishme me pas parasysh këtë. Tek feja krishtere dhe disa fe tjera i dhajnë rëndësi shumë aspektit spiritual. Domthonë që e ndin njëri veten e tij, gjendjen shpirtërore në cilën e arrin, edhe këtë e quajnë fe. Madje nuk është edhe shumë e rëndësishme ç'a beson, sa është e rëndësishme tek ata nivelin e atij bindjes edhe atij gjendje shpirtërore që ti e arrin. Domthonë kjo është për ta e rëndësishme. Aspektit shpirtëror që i thonë. Çka beson tani nuk është shumë e rëndësishme. A e ke marr një idhull, është fjala në një vizatim, pikturë apo ngjarje apo diçka që të ka bë vakia dhe që aty ke gjetë prehjen, edhe kjo është e rëndësishme te ta. Në Islam nuk është e mjaftueshme vetëm besimi, po është e mjaftueshme edhe në çka po beson, edhe vërtetësia e tyre, originaliteti e tyre, që domthon ne, çush ka thënë pejgamberi sa ala basira, domthon me besu dhe me pasu ato që është e qartë, ato që është e vërtetë, jo veç hajt çashtu çka ti të pëlqen ose çka tërheq ty edhe me kon çajo. Po, domthon argumente. Prandaj edhe kjo është e rëndësishme, se vërtet në Islam kriteret e pranimit, respektivisht refuzimit të çështjeve ndërtohet në bazë të vërtetësisë së tyre, e jo në bazë të apo të argumentimit se a janë të vërteta apo jo, a janë në bazë të asaj shijes apo na pëlqen, apo që është e mirë, apo ngjarje e mirë e kështu me radhë, vetëm bazë kësaj. E tash, kështu është ndërtu Islami, prandaj edhe ne e themi feja Islam është fe e argumentit, që bazohet në argumente të qarta. Edhe kështu kanë punu ulemat në përgjithësi. Mirë, po në çështjet e sirës, historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose edhe ngjarjeve të ndryshme në historinë islame, nuk janë këto kriteri shumë nevojshme, për arsye se nuk është që ti vërteton ndonjë çështje të fesë. Apo, për shembull, sa ka qenë numri i luftëtarëve në Bedër.
që thuhet që kanë qenë 314. Nuk është kjo që është shumë e qartë, do thotë 100% që çështu është, se ka zinxhir transmetuesve shumë qartë që çështu është. Ose sa ka qenë do thotë numri, domthonë gjëra që nuk kanë të bëjë direkt me Islamin. Prandaj edhe Imam Ahmedi kur ka folë në lidhje me këtë ka thonë kur ne është në pyetje halal e harame, vërtetësia do thotë çështje të fesë, atëherë argumenti jonë janë do thotë çka burrat. Na lidh me kush i ka thonë këtu sene. Nëse është në çështje të sirës, në çështje ai ka thonë maghazi, do thonë çto përcjelljet e ngjarjeve dhe ndodhive që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë këtu nuk është domosdoshmë që jemi shumë, çish më thon, kriteret e halalit dhe haramit që i përdorim. A keni parasysh? Për arsye se kjo nuk është diçka që me të ne e ndërtojmë fen, apo po përcillet. Për arsye se pej fillimi njerëzit nuk i kanë dhënë çish më thon, nuk ka konaj përcjellje dhe interesimi në çat mas që me thon kush e ka thon këtu, po janë përcjell gjenerat pas gjenerat e pa i dhënë një kriter çashtu që i kanë dhënë halalit e haramit edhe çështjeve të ndryshme të fesë. Për këtë shkak tash e shohim për shembull nëse flasim jeta pejgamberit sa prej lindjes deri në pejgamberi janë so 40 vite. Kurse prej pejgamberisë deri në shkurën nga kjo dynja është so 23 vite, apo. Me këshyr që është përcjell këto 40 vite, edhe që është përcjell ato 23 vite, ato 40 vite janë ngjarje aty këtu ndonjë. Pse? Nuk është që dikush ka pas interesim sikur neve në jetën tonë. Domthon çka ka kujtu pejgamberi sa më ka përmend, ose çka ka kujtu dikush është përmend, ose çka ka qenë ndonjë ngjarje që është ndërlidh me rrethonat sikurse ngjarja e filit, e elefantit e kështu me radhë, domthon kështu është përcjell historia. Prandaj edhe ajo kriteri në përcjelljen e transmetimit nuk është që ju kanë përmbajt në formë të përpikt ashtu që kur ka qenë puna e halalit dhe haramit. E kjo është e rëndësishme me e kuptu. Prandaj nuk do të thotë që çdo gjë që na po përcjellim tash që edhe kemi sqaruar disa sende, e posaçërisht atë ngjarjen që e udhimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Damask me axhin e tij, që shumë prej dietarëve në disa ngjarje që ndodh, domthonë i kanë refuzuar për shkak se disa orientalista i kanë ndërtuar ato ngjarje që me akuzu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se atëherë kur ka shku kanë ndajt me atë priftin ose hebreun edhe ka marrë për tyre dituri. Për atë edhe kanë refuzuar për shkak se edhe nuk është e qartë, që e kemi përmendën se kanë shoqëruar pejgamberin sa Ebu Bekri e Bilali, faktikisht Bilali sipas rrethanave nuk duhet të ketë qenë lindur atëherë, e jo diçka tjetër. Po sidoqoftë si ngjarje përmendet, edhe mund të ketë ndodhur si ndodhi, po ndoshta ka edhe disa gjëra që njerëzit kanë shtu si rrëfime, pastaj janë dhënë pas gojdhonave, edhe po na nëse është në pyetje diçka që vërtetohet nga feja, atëherë kriteret tona janë do thotë ashtu siç na kanë mësuar ulemat edhe njerëzit e asaj fushë. Tash në bazë që saj na po i përmendem, për shembull kemi përmend Harbul Fijar apo Fujar, domthonjë që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë moshën 21 vjeçare apo 22 vjeçare kur ka ndodhur ajo përplasja e fisëve Mekase që ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çka ka përmend ai prej ndodhisë që ka ndodhur, ose Hilful Fudul që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që janë ngjarje që nxirren edhe disa mësime në përgjithësi. E prej ngjarjeve që ka dim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tutje, është edhe ajo se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në veçdi e kemi përmend ndoshta pak, është puna e parë, me thon kushtimisht që ka punu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë si bari delesh, apo si bari delesh që ka punu, do thotë si e kanë pagu me kasit një shumë caktuar, do thotë të parave që kanë qenë shumë thjeshta për mirujt barit e Mekës në përgjithësi, ose një numër të kopeve që kanë në Mekë në përgjithësi. E këtu ndërlidhet një ngjarje se kur ka qenë prap duke bashkë të punë, nuk përmendet e ka pasur një shok që me të bashkë ka rujt, po nuk përmend në emrin e tij, kush ka qenë nuk dihet. Edhe këta kanë marrë me parë, do thotë i kanë rujt delet e një gruaje që ka qenë në Mekë,
që ka qenë motra e Khatijës. Do thot Khatijë bin Khuwailid. Edhe kur o kry, me thonë kushtimisht ajo sezonja e rujtjes së deleve, edhe janë kthy në Mekë ky pejgamber sa bashkë me këtë njerin, këtë djalin, domthonë shokun e tij, kanë thonë, hajde po shkojna të marrëm pagesën që kena bë punën te filonja. Pejgamberi sa mi ka ardhur marrë. Për shkak se ajo gru, edhe ka thonë qyre, shko ti merre se më vjen marrë me ardhur. A din shko ti merre edhe për mua edhe s'po viju në hisë, se po vjen marrë. Edhe ai shkon, edhe kur shkon troket nder, kur lajmërohet ai gruaja, ka qenë edhe Khatijja aty prezente, domthonë ka ardhur te motra vet. Edhe thot, ku mi marr pagesën që i kena rujt delet, edhe ajo gruaja thot, ku është Muhamedi? Domthonë që edhe ai ka thonë vallai nuk erë se erdh marrë me ardh. Edhe e livdon tani ajo gruaja. Edhe Khatijja që aty nin edhe dëgjon për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me fjalë të mira, ma të jashtëzakonshme, edhe e din njeri kur dëgjon që është do thot një përshtypje kur nin për dikon mirë, edhe nëse nuk e shati e krijon një lloj opinioni se çfarë njeri mundet me kon ai. E kështu do thot e ka kriju Khatijja këtë opinion për këtë djalë. Edhe e ka livduar, ka thonë që është besnik, është i turpshëm, është prej djemve më të mirë të Mekës, e ka lëvdru, edhe i mbetet në kujtesë edhe merr një përshtypje Khatijja. Edhe kryhet ajo, vazhdon një kohë, edhe Khatijja faktikisht bashkëshortja tash e arshme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë para se mu martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e martu me 2 herë. Njëherë ka qenë me një burr që thuhet që e ka pas me të një djalë. Edhe herën e dytë martohet, masi i vdes ai burri, herën e dytë martohet prap me një burr, thuhet që s'ka pas me të fëmijë. Po nuk jeton gjatë për arsye se vdes edhe ky burri i dytë, edhe ky burri i dytë nuk ka pas të afërm vllazni ose kushëri ose të afërm me kështu me radhë, edhe ka pas pasuri të madhe, edhe kur vdes në një formë e trafigon Khatijja këtë pasuri të tërën, për shkak se s'ka pas, nuk është atëherë që gratë kanë mujt me pas pasuri personale shumë lehtë, po Khatijja i qëllon që ashtu rrethana që trashëgon pe burrit dytë, për shkak se nuk ka pas të afërm edhe i takojnë kësaj edhe e merr atë pasurinë e burrit vet. E çka ndodh ndërkohë, edhe mu nuk e kërkojnë për arsye se edhe Khatijja ka qenë pej kurejshitëve, ka qenë në një, ju e dini kurejshitët të gjithë janë prej Ismailit alayhis salam, po prej Ismailit ka pas shumë që me thonë fise të cilat kanë rrjedh. Edhe Khatijja ka qenë pej kurejshitëve, po nuk ka qenë e familjes domthonë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një familje tjetër, po gjithashtu e respektuar në mesin e Mekasve. E çka është karakteristike që ka qenë shumë e respektuar, shumë njerëz e kanë lyp me marrë për gru. Disa ndoshta e kërkonin për shkak të pasurisë, disa dhe për shkak të se i kanë dhënë rëndësi aspektit kemi përmend për këtë fisit e nderit e prejardhës, se këtu sene kanë qenë posaçërisht e fiset në atë kohë kanë qenë shumë të shajta. Edhe për shkak të saj. Mirë, po Khatijja nuk ka dashur për shkak se është nënkuptuar që me martesë që pasuri i ka lënë me një burrit, a e trajton që ka shef kjo me trajtu e jo, kështu që nuk ka qenë interesuar. Mirë, po me kalimin e kohës ndodh që pasurinë që e kishte trashëguar me atë pasuri bëhej tregti, bënte tregti Khatijja, po nuk bënte vet, për arsye se ajo gru nuk udhtonte, kështu që u jepte tregtarëve, për arsye se me kasit e kishin këtë profesion, edhe ishte profesioni ma i njohur edhe ma smirti që e zotronin, për shkak se nuk kishte bujqësie, blegtorie, sene shumë të avancoheshin, tregtia ishte profesioni që i sillte avantazhe, posaçërisht me kasve që ishin atë vend edhe
e kemi përmend që Allahu xhalla ala u përmend rihlatu shita wa sayf, pra e kanë bashkë tregtin në Yemen edhe në Sham. Vazhdimisht, që kjo ka qenë ai kapilari që ka mbjetu Meka, faktikisht edhe ka avancu për shkak se kanë pru mallra të ndryshme nga këto dy vende. E Hatixheja ka marrë njerëz që i thuhet në gjuhën arabe mudarabe, që ka qenë shumë e njohur në shoqërinë arabe në atë kohë, edhe tash përdoret që njeri që ka pasuni i ja jep dikuj që e zotron këtë fush, edhe ai bën tijaret me atë pasuri, edhe pastaj fitimin e ndajnë varësisht që janë marrë vesh. Ose për gjyst, ose 70-30, varësisht që mirën vesh. Që kjo ka qenë tregtia e njohur. Edhe i thonë kësaj modarabe, që ka qenë shumë e njohur tek arabët, do thotë kjo formë tregtisë. E pejgamberi sa nuk ka pas pasuritë vetën. As nuk ka qenë ndonjë tregtar që ka pas eksperiencë, por Hatixheja i vynte një person që është i besueshëm. E kur i ka nisë ato lajme, edhe është interesuar edhe ka pasi për një me është besnik, për një me është djalë i mirë, për një me do thotë i ka këto përparësi, atëherë ka thonë që ky është që unë muj mi besu për arsye se me ata tjerë që ka pas raporte edhe që ka punu, nuk është ndaj i kënaqur. Edhe ja ka ofru që ti me marrë qatë pasurinë e Hatixhes edhe me shku në Sham, me ba tregti edhe me nda pasunin për gjys. Do thotë fitimin është fjala me da për gjys. Edhe për Muhammedin sallallahu ka qenë mosën 23-24 vjeçare, ka qenë shumë e një përparësi e madhe kjo, për shkak se ishte shumë i njohur në këtë biznes, që din shumë mirë me ba tregti, pra ishte në fillim, po edhe s'kishte ndonjë pasuri. Edhe çka bën? Mas pari shkon e vet Ebu Talibin, agjen e vet që e ka rrit, thotë qështu, po kërkon prej meje çush më ja bë, se është një hap bajagi jashtëzakonshëm. Ebu Talibi kur ndin thotë kjo është një punë shumë e madhe, çysh mos me bë ti këto, edhe e nxit thotë me një herë me nisti këtë punë. Edhe pranon, edhe e merr pasurinë e Hatixhes, edhe e shoqëron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një hizmetçar apo një rob i Hatixhes që ka pas emrin Meisera. E ky ka qenë rob që ky i ka shoqëruar edhe të tjerë, më herët kishte aftësi që me najt me to dhe me ndihmu, për arsye se pejgamberi sa veç një pasunia nuk është, do të me mbrojtë, do të me shite, me ble, me bajte, me qite, me hek, e kështu që e shoqëron. Edhe nisën bashkë për në Sham. Edhe kur shkojnë bashkë atje, nuk mrrin deri në Damask, për arsye se Damasku ishte qendra atëherë e perandorisë romake, që ka qenë qendër e njohur edhe historikisht përmendet, po ndalet në një qytet që ka pas emrin jo Busra, që edhe sot njihet, që është prafërsisht 100 kilometra më afër sillëdhësës së Arabisë prej Damaskut. Edhe kjo ishte qendra që faktikisht kurajshitët u nalshin, domthonë nuk shkonin atë në Damask, po aty naleshin, edhe aty i zhvillonin tregtitë e tyre. Edhe njihet historikisht që aty ka qenë një lloj pazari ose tregu shumë i madh që njerëzit jo grumbulluan dhe aty kanë shkëmby mallra. Ju e dini që pasunia dhe tregtia nuk është bë vetëm mall me parë, po është bë domthonë ndrim pasunisë. Çka ju ka vi, ka marrë do thotë për Mekë, kështu domthonë i ka blerë pejgamberi sa aty e ka zhvilluar tregtin. Edhe që ka qenë i sinqert pejgamberi sa, po gjithashtu edhe i bereqetshëm. Ju e dini kur kemi përmend në çdo udhtim, në çdo edhe ajo Halime Saadie që tregon që menjëherë është fut bereqetin në familje si ka ardhur pejgamberi sa, edhe kështu e ka përcjell. Edhe në këtë tregti ka ndodhur një bereqet shumë i madh. Kur është kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te Hatixheja, edhe ja ka sqaruar dhe ja ka dhënë mallin për gjysë dhe ka marrë pejgamberi sa hisën e vete, ka qenë diçka jashtëzakonshme për Hatixhen, për arsye se kjo nuk i ka ndodhur me të tjerët. Edhe sinqeriteti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domthonë ka qenë korrekt, po në njëjtë kohë dhe bereqeti në shitvlerje. Edhe është nda shumë i kënaqur
Hatixheja me këtë çfarë ka realizu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe Meisara, ai hizmetçari, kur e ka vetë Hatixheja, e ka livdru, do thot, ashtu që e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sjellje në raport, në përgjithësi do thot nivele më të larta. Edhe kjo çka ka ndodhur, ja ka shtu edhe më shumë dashnin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që vërtet ka një djalësht i hatashëm edhe i jashtëzakonshëm për me pas edhe për burr. Edhe këtu fillon interesimi i Hatixhes, po tash qysh me realizu këtë. Për arsye se edhe atëherë nuk ka qenë adet që gruaja me i propozu burrit, po ka qenë e kundërta. Tash Muhamedi alayhis salam duhet me bë hapin e parë e jo Hatixhe. E kjo a do të ndodh, nuk do të ndodh. Edhe e ka bë dert me një gru që e ka pas shoqe Hatixheja, e ajo ka qenë e vjetër në moshë, edhe ka thonë unë e marr vesh. A ka interesim, as ka interesim. Qysh e marr vesh, ka thonë shkoj e ves si në kolla, do të thonë jo drejt, po si në kolla, që a ka interesim pejgamberi sa për Hatixhen apo jo. Që mos me artash situatas edhe Hatixha ishte nga një familje e lartë, jo vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur vjen te ajo te pejgamberi sa edhe bën bisedë, edhe i thot pse s'po martohesh? Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, po ku mu martu? Kush merr thot mu? Thot jetim do të thonë i lindur, do më nuk kam ndaj pasuni, ose dikush që kum trashiku, ose dikush që vërtet jetim, kuptim kush më bëhe hesab, edhe nënën tjetër jo i pasun, se ka qenë i varfër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ka qenë në Mekë. Nuk ka qenë i pasun, ka qenë i varfën, do më ka punu me çato punë. Edhe ai fitim që ka bë prej Hatixhes nuk ka qenë ndonjë fitim ku me di sa që me njëherë me bë, po ka qenë fitim që ndoshta i ka lënë nevoja esenciale të jetës dhe ka thonë kush merr mua në çet situatë. Edhe kjo pejgamberi sa më ka thonë, kjo gruaja i ka thonë, e pse s'po interesohesh për Hatixhen? Edhe pejgamberi sa më ka thonë, ku merr ajo mua? Thot çysh merr mua ajo çfarë e pasun, e ndershme, domthon as nuk i ka shku mendja me lyp, e le mu realizu. Domthon jo që pejgamberi sa nuk do, po nuk është diçka e paralizueshme. Edhe e merr vesh që ka interesim. Domthon po arsyeja janë rrethanat e situatës që nuk e bën do thot me e kërku dorën e Hatixhes. Edhe ja përcjell lajmin që është interesuar pejgamberi sa mirë, po nuk është që i ka shku mendja për shkak të situatës së rrethanës. Pastaj fillon Hatixha me interesimin edhe i propozon. Edhe thuhet, tash këtu kemi dy transmetime. E para që Ebu Talibit i tregohet se ka interesim, edhe Ebu Talibi bashkë me Hamzan. Hamzaja ka qenë agja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjithashtu, shkojnë së bashku edhe te agja i Hatixhes, që ka qenë gjallë, e lypin, pra e realizojnë martesën, edhe përshkruhet edhe ceremonia që është bë, faktikisht ju e dini që Ebu Talibi e ka lyp pra Hatixhen për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, mirë po para se me kërku, ka marrë një fjalim. Edhe arabt ju e dini që kanë qenë gjuhtarë dhe kanë qenë që nuk domthonë në thurrjen e fjalëve kanë qenë, edhe thuhet që ka thurr fjalë më të jashtëzakonshme për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe çashtu ka qenë që është djaloshi më i miri në Mekë, po gjithashtu edhe prej fisit më të ndershëm, edhe janë krenu çashtu që kanë pas adet mu krenu me prejardhen, me fisin, me atë se ku janë edhe në çfarë situate edhe çfarë rangu të shoqënisë janë kurajshitët, posaçërisht familja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe po ja lyp dorën filanës që gjithashtu edhe ajo e lartë edhe pranon agja e tij edhe realizohet martesa. Disa transmetime që janë dobta edhe që janë sakta thuhet që Hatixheja e ka pas babën gjallë. Edhe baba refuzon me e martu, edhe
unë po përmendi si transmetim për arsye se orientalistat ma shumë kanë qef me përmend këtë situatë dhe këtë rrethon për me ul pak situatën edhe rrethonën që ka ardhur deri te martesa. Edhe baba refuzon. Derisa thuhet që Hamza e bën situatën e shtin me pi. Ju e dini atë kohë alkooli ka qenë shumë i përhapur në mesin e arabëve, e shtin me pi edhe e gëzojnë edhe e shtin me thon po duke qenë i pim. Edhe e veshin me tesha dhe realizojnë kunorën, edhe tani kur i del domthon shtëpia, e din çka ka bë edhe mbetet çashtu që është situata. Kjo është do thotë një transmetim që faktikisht është i dop, nuk transmetohet domthon e kanë refuzuar, edhe e sakta është ky rrëfim që tregohet se për faktin se logjikisht edhe kjo është e refuzuar për shkak se nuk është e saktë që Hatixhe, baba e Hatixhes ka qenë gjallë në atë kohë. Për arsye se po të ishte gjallë, de facto me pasuninë e Hatixhes nuk do të menaxhonte vajza, po do ta menaxhonte baba i tij, që është shumë reale, posaçërisht për atë kohë. Po edhe në rrethonat sodit, çashtu shkon kjo, që kur del me fol, kur bën marrëveshje baba e jo vajza vet. Vajza bën kur s'ka tjerë. Domthon kush e ka domthon me e udhëheq ose me fol në emër të saj. Prandaj e saktë është rrëfimi i parë të cilin e caktuam, e sqaruam, për shkak se këtë rrëfimin e dytë që shtam e kanë qef orientalistët që flasin për historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me përmend për me tregu që ka pas domthon në një formë apo tjetër me tregu gjendjen dhe situatën në cilën ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash është e rëndësishme me përmend edhe disa gjëra që lidhen me Hatixhen, e ajo është thotë edhe fakti që e saktë është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 25 vjet kur është martuar. Edhe çështja e dytë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka feju, do thotë ve. Edhe këtë për tek arabët nuk ka pas nuk ka kon kurfar çish më thon se tena mentaliteti është që me martu gruan e ve, domthon nuk është jo e lavdruar, po nuk është që konsiderohet si ke bë diçka. Domthon që me martu gruan apo femrën që është e pamartuar, kjo është do thotë ma e dashur edhe ma shumë domthon që e respektojnë dhe konsiderojnë tena që është ma mirë. Po edhe me islam, po edhe në traditat e arabëve në përgjithësi nuk është do thonë që është konsideruar si diçka nënçmuese për pejgamberin sa pse e ka marrë Hatixhen që ka qenë e ve. Domthonë kur kush nuk e ka konsideruar, edhe e shohim që edhe kur ju e dini posaçërisht masi që e ka pranuar, masi që është bë pejgamberi sa ka filluar me orshpallja, ju mundu arabët e Mekës i dhujtarët mi gjetë çdo mangësi që me e shajt edhe me e ofendu edhe me nënçmu pejgamberin sa. E këtë nuk ja kanë përmend. Për arsye se ka qenë një martesë që një me është vlerësuar që ka qenë e mirë edhe në përputhje me standardet e tyre dhe kriteret e tyre. Jo diçka që ka qenë nënçmuese ose diçka që ka ul vlerën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në asnjë formë. Domthonë këto ta kem parasysh. Çështja e dytë tek mosha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe Hatixhes. Ajo që është e njohur, edhe që e dim të gjithë, është që Hatixha i ka pas sa 40 vite. Apo? Mirë po, kjo që farë përmendën për 40 vitet e Hatixhes, e përmendën disa shkruas të sirës e pejgamberit, prej atyre është një Al-Waqidi, që është pak më i vëndshëm. Mirë po e shohim që kjo është ma e njohur në mesin e muslimanëve dhe në librat historisë në përgjithësi, po aleikum selam. Po ajo që ka e vërtetojnë shumë njerëz që e përcjellin historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej tyre Ibn Ishaku që është prej më të vjetërve, tregon se nuk ka qenë mosha e Hatixhes kaq e vjetër. Domthonë 40 vjet. E sakta është që mosha e tij ka qenë ma e pakta prej 28 deri në 30 vjet. Nuk ka qenë ma e vjetër se 40 vjet, ashtu siç është e njohur në përgjithësi që përmend në libra. Edhe këtë e mbështesin fillimisht që ato që i përmendën kriteret e përcjelljes së kësaj
Më të sakta janë, domthonë që ka qenë më e re. Domthonë 28, 30, në disa përmendet edhe 35, mirë po më të afërta është 28, 30. Domthonë ata që e përcjellin më shumë janë domthonë që i tregojnë për këtë moshë, po edhe më të sakta janë, do thotë ato rrëfimet më të vjetra, domthonë librat më të vjetra përmend që ka pas moshë më të re. Edhe tjetra, tash edhe nëse e këshyrum logjikisht, Hatixha i ka pas, po t'i kishte Hatixha 40 vite, i ka pas sa fëmijë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E ka pas Kasimin, edhe ka pas Ibrahimin. Jo Kasimin dhe Abdullahin, Ibrahimin e ka pas me Marijen. Pastaj ka pas Zejneben, pastaj ka pas Ruqijen, pastaj ka pas Umul Kulthum, edhe Fatimen. Von 6 ka pas. Tash ti paramendoni një gru që është moshën 40 vjeçare, mi pas 6 fëmijë, është domon bajage e pa logjikshme. Mundet me ndodh, nuk është domon që është e pa mundur, mundet me ndodh, po domon logjika nuk e kap që mundet me kanë reale. Kështu që duhet me qenë më e re mosha e Hatixhes edhe vërtetimet, pra në dy aspekte, në aspektin e vërtetësisë së tyre edhe numrit të transmetimeve, po edhe në aspektin logjik, do thotë po jep me kuptu që mosha e Hatixhes ka qenë më e re se ajo që ka njihet në transmetime dhe ajo që është e njohur tek ne. Sidoqoftë kjo nuk është prap po them nuk është diçka që lidhet me, prandaj edhe si kanë dhënë shumë rëndësi. Ajo që është e saktë që Hatixha ka qenë më e vjetër, që ka qenë e ve, edhe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka martu, nuk ka qenë diçka nënçmuese, edhe mosha ka qenë, disa kanë thënë 40, po më e saktë është që ka qenë prej 28 deri në 30 vjeçare, për shkak se edhe logjikisht kjo është më e afërt. Çështja tjetër që është e njohur apo që dim në lidhje me martesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Hatixhen është se ka bë darsën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe thuhet që e ka prej një deve, në disa transmetime thuhet që ka prej 2 deve. Edhe i ka thirr, edhe është pa domthonë një aheng, pra ka bë darsën, edhe ka fillu pra jeta bashkëshortore me Hatixhen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ajo që duhet me undal në këtë rrethonë, në këtë situatë, është se vërtet ne e dim që posaçërisht javën e kaluar kemi përmend disa nga sprovat edhe vështirësi që i ka pas pejgamberi sa më dhe si fëmija, po gjithmonë Allah xhallahu ja ka kompenzu me diçka që e ka mshiru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka vdek nana, e ka mshiru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhërisht që ja ka bë domosdoshmë një gjysh që edhe pse në moshën e thellë e ka dashur më shumë se fëmijën e vet. Pastaj ka vdek gjyshi, e ka bë të thotë Ebu Talibin që të kujdeset për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ta dojë ndoshta më shumë se e vlat edhe fëmijët e vet. Gjithmonë e tash në këtë rrethon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah xhallahu ja ka zgjedh këtë grua që vërtet ka qenë në nivele më të larta të respektit që e ka bën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vërtet ka qenë një çështot në gjuhën e popullit burnesh, burnesh që vërtet në situatat më të vështira që është ballavaçu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka gjetë në që e ka ngushëllu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka dalë do thotë me e këshillu edhe me e mbrojt nga ato sulme që ja kanë bë armiqt në fillim të Islamit. Prandaj edhe tregojnë njerëzit, domthonë që e përcjellin këtë ngjarjen kur i ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hatixheja, thuhet që me muj nuk ka kesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është mërzit shumë. Ka qenë do thotë një nga pikëllimet më të mëdha me cilën është ballavaçu. Për arsye se me të vërtet është kujdes edhe ka qenë nivelin pra grua që ka qenë nivelin më të lartë të kujdesës ndaj bashkëshortit të saj. Kjo e ka bërë që vërtet e ka pa nga ato edhe në disa transmetime thuhet që nuk është që do të vim dhe në të rrethon, po nuk është çudit kur
kur i ka ardhur shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që ka thonë, nëse ty vjen kujna kam i ardhur, apo nëse ti si atër kush mundet me konë, se qashtu e ka pas bindjen Hatixheja që ky njeri nuk është njeri i rëndom. Pra, për shkak domthon sjelljes, karaktereve dhe edhe gjërave që ka vrejtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe ka qenë një nga ato gratë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë e ka përmend me mallëngjym vite, dekada, masi që ka vdek Hatixheja. Sa që Aisha, ju e dini kush ka qenë Aisha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka xhelozu edhe ka thonë nuk kom xhelozu. Xhelozia ndërmjet grave është normale. Thot nuk kom xhelozu në asnjë prej grave tjera te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më shumë se ç'kom xhelozu në Hatixhen, gruën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse se kum pa kurr. Se ju e dini, Hatixheja kur ka vdek shumë herët. Madje nuk ka lind ende Aisha kur ka vdek Hatixheja, kështu që se ka pa kurr. Po këtë çka ka ditë është çka e kanë përmend njerëzit e posaçërisht që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tash nga kjo e ka pasur xhelozinë që pejgamberi sallallahu shumë pe nderon, shumë pe përmend, shumë pe livdon, kështu që ka ndinë një lloj xhelozie. Saqë në një rast domthon ka ardhur në një situatë që ju ka dogë që ka tepru pejgamberi sallallahu me këtë përmendje, ka thonë ball, e ke përmend atë gru, qysh pe përmend atë që ka qenë një gru që ka qenë e vjetër, në kuptimin që nuk ka qenë e re sikurse unë. Se ju e dini që Aisha ka qenë në moshë 3 kur e ka martu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe për këtë do të flasim ma detaje dhe sqarime pak ma të qarta. Po tash jem në situatën thotë ka qenë e vjetër, i kanë ra dhënë, domethënë edhe ka fol fjalë që s'folen. Po në atë situatë thotë e ka përmend edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qorton thotë, jo vallahi Aisha, s'kum pa thotë në gru më të mirë se ajo. Edhe ka fillu me livdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ajo ka qenë që më ka përkrah mua në momentet më të vështira. Ajo ka qenë kështu. Domethënë atë shumë e ka lavdru, edhe ka sa që Aisha thotë, peq atij momenti më kurrë se kom kesh ose s'kum fol diçka jo mirë për Hatixhen ose me përmend ose me livdu veten më shumë se ata, se kom pa që nuk mundet me zon vend dikush atë vend që e ka pas Hatixheja te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka heq dorë, më është dorëzu. Dhe tregohet për me e kuptu personalitetin e Hatixhes, tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe masi që është bë hijreti në Medinë, ka bë hijreti në Medinë, kur ka pas ndonjë mish që i kanë pru ose ka pas në ase, e ka da atë mish edhe ja u ka shpërnda kujt mikeshave të Hatixhes. Mas sa vite, mas 10 vite, mas 12 vite, ja u ka da mikeshave që i ka pas në Medinë, ja u ka da si respekt ndaj grua se saj që ka vdek me dekada. Domthon për shkak domthon që atij respekti që e ka përmend edhe e ka pas ndaj Hatixhes. Vërtet ka qenë do thotë një femër e jashtëzakonshme, edhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar nivelin më të lartë të respektit ndaj saj. Edhe një ngjarje tregohet në lidhje me Hatixhen, që shtam kjo ka pas një motër Hatixheja. Edhe ajo motra ka pranuar Islamin edhe ka pa hijret në Medinë, tregohet me një rast kur ka ardhur në shtëpitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te Aisha ka ecë. Edhe kur ka ecë e ka dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecjen, edhe është ngritë edhe ka ndryshu ftyrën. Pse? Ja ka kujtu ecjen e Hatixhes radiallahu ta'ala anha. Edhe qash e ka kujtu në ato momente sa që është qu edhe e ka ndryshu ftyrën. Tregon Aisha thotë e ka ndryshu ftyrën para se me hijaja, edhe mu ditë kush është. Pse e ka ditë që është do thotë motra e saj për shkak nga ecja se ka ecë sikurse motra e saj. Domthon kështu e ka kujtu edhe kjo ka qenë do thotë niveli apo respekti edhe qysh ka qenë do thotë vendi i Hatixhes te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pse? Për shkak do thotë asaj edhe që do ta përmendim në tutje kur vjen do thotë momenti i shpalljes edhe rrethana me të cilat është ballavaçu, e ka gjetë prehen me kuptimin e fjalës te kjo grua, e cila faktikisht
e ka pas domthon këtë ndjenjen se ky njeri nuk është njeri i thjeshtë. Domthon nuk është njeri i thjeshtë. Dhe ka transmetime që edhe çajo Mejsara, ju e dini që Hatixheja ka qenë do thotë e ka pas të afërm kund djalë të Axhes Waraka ibn Nawfal. Edhe ndoshta nga përshkrimet që i ka bë Waraka ibn Nawfal, është prit që me ardhë një profet, një pejgamber ka ardhur koha, edhe thuhet që Mejsera, në disa transmetime thuhet që Mejser kur ja ka përshkruar, kur e ka vetë se çfarë njeri, çka ka bë atje, çu është sill sene, ka thonë vallahi nëse ka dikush që ky do të më kon, që paralajmërohet që ka pejgamber që ky do të më kon. Edhe ka qenë një ndjenjë te Hatixheja që pejgamberi ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë një njeri i thjeshtë. Edhe çu tham pak më herët, një prej atyre gjërave që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja livdon edhe tregon Aishës se çfarë niveli ku është Hatixheja te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë që është domthon edhe gruaja nga e cila kam fëmijë, përderisa tek me gra tjera s'ka pas fëmijë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pas Ibrahimin, jo nga gratë, po e ka pas nga robresha Maria el-Qibtija që e ka pas, që faktikisht thuhet që e ka pas emrin Maryam, edhe për këtë do të flasim, e ka pas një djalë që ka qenë Ibrahimi, kurse fëmijët tjerë të gjithë këta gjashtit i ka pas prej Hatixhes. Edhe të gjashtit, duke filluar prej Kasimi, është ka qenë domthon i pari, edhe thuhet që ka lind para se me ardh shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domthon në kohën e para shpalljes. Edhe thuhet se ka jetu, kur e kanë përshkruar, kanë thonë ka jetu sa ka qenë jaftë me i hyp devës vet. Domthon devës vet, domthon. Tash kjo ka qenë mosha e Kasimit kur ka vdek, që thuhet prapëse që mund të ketë 5 vjeçar ose 6 vjeçar. Kur ka vdek ky djalë. Edhe pas kësaj ka vdek edhe djali tjetër Abdullahi, që i ka pas 2 kunje, Tahir edhe Tahir e ka pas, kështu e kanë quajtë si kunje, edhe ka pas edhe një kunje tjetër Tayyib, domethënë i mirë. Këto 2 kunje i ka pas ky Abdullahi, e ky ka vdek shumë domethënë si foshnjë. Edhe kjo është ai situata, masi që ka pranuar pejgamberi, domethënë masi që është bë pejgamberi ka vdek si foshnjë, domethënë bile thuhet që ka pas nxi Hatixheja, edhe ka vdek, e ky është ai momenti kur i gëzu më shumë ti idhujtarët e Mekës kur i ka vdek Abdullahi. Edhe ka thonë që sikur ajo ignoranca, po edhe te ne është që njëri që s'ka djem, sikur mos me pas kur gjë s'është puna e tij, apo edhe me pas xhika ose domthonë nuk e kanë konsideruar që është i plot, që është diçka ndaj burr përdesa nuk ka djem. Edhe kur i ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ky djali i dytë, është gëzu edhe Abu Jehli, edhe As ibn Wa'il, edhe janë krenuar, kanë thonë, kanë dalë në Mekë edhe kanë krenuar, edhe kanë bërtit, edhe kanë thonë që u kry puna e Muhamedit. S'ka kur gjë prej tij. Domthonë ai është do thotë i shfarosur, s'ka më djem, edhe kështu që puna e tij ka përfunduar. Me vdekjen e tij do të përfundojë çdo gjë. Edhe ky moment ka qenë një prej momente më të vështira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe për arsye se ti tash paramendo kur des dikush i afër, edhe dikush shumë i afër, domthonë humbja e fëmijës, domthonë janë 2 musibete të mëdha me të cilat njëri ballavaçohet në këtë jetë. Cili është musibeti i parë? Njëri mi vdek prindrit duke qenë fëmijë i vogël, foshnjë, ose i vogël, domthonë halepa është do thotë musibet i madh. Musibeti i dytë ose vështirësia e dytë e madhe është kur vdesin fëmijë. Domthonë dyat i kanë ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthonë edhe i kanë vdek prindrit, është bë jetim në moshën e hershme, domthonë, po gjithashtu edhe si diçka e vështirë që shumë vështirë përbihet, është edhe vdekja e fëmijëve. Edhe kjo i ka ndodhur edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këto momente të vështira, kur i kanë vdek edhe fëmia e dytë, kur janë gëzu, ka qenë e vështirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk është vetëm vdekja, po kur gëzohet dikush edhe
fillon do thot me thurr lavde ose me thurr nënçmime si rezultati që asaj fatkesi. Kjo domthon na ndodh neve ose na ka ndodhur ndoshta në një situatë kur e kiti një vështirësi, vjen dikush edhe kjo është domthon shumë e rëndë. Prandaj edhe pejgamberi sa ka qenë i vështirë edhe për këtë shkak Allahu i Madhërisht çka e zbret surën El Kauthar. Edhe që Allahu i Madhërisht thot ti ki inna a'tainaka El Kauthar, ty të kina dhënë El Kauthar, e ka kuptimin të mirat shumëta, xhenetin, lumin xhenet, mos u mërzit për atë që ka thonë. Apo se ti je domthon në rrugë edhe dije që situata jote nuk është ashtu siç ata akuzojnë. Ti grahi punës tonë, ez do të rrugtimit tën, fal namaz për i Zotit, therr kurban, vërtet inna shani'aka huwal abtar, ata që ty të urrejnë, edhe ata që për ty do thot dojnë me nënçmu, ata janë do thot farsosën. Edhe faktikisht çysh ka ndodhur se pretendimi i tyre kanë qenë kjo që pejgamberi thonë s'ka kush e përmend mu, ka me koni i harrum, kurse na kush jena. Edhe kjo ka qenë ajo, kush jena na, kurishitët, mekasët që kujdesun për qabës, familjet, na, emri, domosdoshmë secili kush i përmend tashmë ata e Buxhehlin Wa'il ibn Asin, Umayya ibn Khalaf. Domthon këta njerëz që janë konë domthon që janë krenu, kush i përmend ata, i përmendëm na për keq, se kur kush i përmend për mirë, ose si lavdra kur kush po tregon do thot për keq, edhe e shohim që është realizu ai premtim i Allahut Madhërisëm, se vërtet emri jot do të jetë i përmendur vazhdimisht, ata që ty po të akuzojnë me atë, ata do të harrohen, edhe nuk do të jetë ajo krenimi i tyre që nuk do të vlej kur gjë, do të jetë diçka që e të kalume, edhe diçka që ata po premtojnë do thotë jo reale. Kjo ishte domthon lidhja edhe raporti pastaj pejgamberi sallallahu i ka pas thamë edhe 4 vajza me Hatixhen. Kush ka qenë Zejnebeja, Ruqija, Kulthum edhe Fatimeja. Zejnebeja ka qenë i martum me një burr të Mekës, Ebul As, që faktikisht kur e ka pranu Islam, kur është bë pejgamberi ka filluar me ar shpallja, edhe ai se ka pranu Islamin. Edhe i kanë thonë me kasta, çfarë situate, edhe kjo është domthon me e kuptuar, thonë i kanë thonë lësheja grun, lësheja çikën, që me shtime vujt edhe më shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Domthon, mirë po ky s'ka pranu, e ka dosh shumë. Edhe i ka thonë lësheje, ta dhojmë çikën më të mirë të Mekës, edhe më të ndershme, edhe më ti ki me zgjedh me gisht, mirë po s'ka pranuaj. S'ka pranu. Nuk ka jetu me të, për arsye sa Zejnebeja ka bë hijretin në Medinë, ai ka met në Mekë, nuk e ka pranu Islamin deri vonë. Po nuk e ka lëshu, do thotë nuk ka pranu, me thonë je lëshume, domethënë e ka pse ka qenë lidhun edhe ka dash shumë. Kurse Kulthum edhe Ruqija edhe Kulthum gjithashtu kanë qenë të martume, e kanë lëshu, domethënë i kanë lëshu burrat e tyre si lloj hakmarrje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me shtime vujt, me pas probleme më të mëdha me pejgamberin sa me familjen e tij. Po çfarë ndodh? Masi që elshojnë ato burrat e Mekës mushrikin, çka ndodh? E martën mas pari Ruqijen e martën kush? Othmani radhiyallahu ta'ala anhu, edhe e merr për gru, pastaj pas një kohë masi që të bëhet hijreti, çka ndodh? I vdes Ruqija për çat shkak edhe nuk merr pjesë Othmani në luftën e Bedrit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka e marton me çikën tjetër, me Kulthumin, edhe kjo i vdes, po edhe është i njëjti apo i vetmi person që ka qenë i martuar me 2 vajza të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, madje disa kanë thonë edhe të pejgamberëve në përgjithësi. Othmani radhiyallahu ta'ala anhu, prandaj edhe ka marrë epitetin Dhun Nurain, që në përkthim do të thonë pronari i 2 dritave, që është për qëllim dritave nur, do të thonë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që janë vajzat e tij. Edhe
Këto dyja pra martohen me Osmanin dhe dyja vdesin. Domthonë nuk martohen për një herë, po masi që ti vdes e merr tjetrën vajzë dhe ajo i vdes. Edhe ka mbet kush? Fatimeja. Fatimeja jeton mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po nuk jeton gjatë. Thuhet që parafërsisht 6 muaj ka jetu, edhe ka ndodhur një ngjarje para kur ka qenë pejgamberi sallallahu në ato shtratin e smundjen para se me ndru jetë, Fatimia mërzitet shumë për babën, që normal, çdo fëmijë mërzitet për babën e vet, edhe pejgamberi sa e thret, edhe i kallzon vesh diçka, edhe fillon me çajt edhe më shumë. Pas një kohe i kallzon diçka tjetër edhe fillon pastaj me kesh. Po se din kur kush çaj ka thonë ose Aisha e ka po. Edhe mas një kohe e vetë, çka të ka pa thonë pejgamberi sa se njerë ke kajt, pastaj ke kesh. Ka thonë kum çajt, pra se pejgamberi sa më ka thonë që e xheli mu ka afru. Edhe ku marr vesh ka me vdek, se kam pas ymit që shnoshet pejgamberi sa mirë, po pejgamberi sa mi ka kallzu që unë jam domthonë afër vdekjes. Edhe çon Fatimia. Po thot mas kësaj, më thot që prej familjarëve të mi, ti do t'jesh e para që do të me bashkangjitesh. Kur e nin këtë Fatimia gëzohet. Edhe kjo ka qenë do thot gëzimi i saj se e ka përgëzuar që do të jetë pej i pari, e para domthonjë që do të vdes mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibrahimi, që shtam pak më herët, ka qenë fëmia që i ka lind pejgamberi sallallahu nëpërmjet Marijes, edhe ky nuk jeton. Edhe ka qenë urësi e Zotit Madhreshëm mos me jetu, për arsye se ne vedim edhe në aspektin fetar çfarë ka ndodhur me nipat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që njerëzit i kanë ngrit, pastaj i kanë konsideruar se janë njerëz pagabume, imama e kështu me radhë, që shijat kanë marrë do thotë atë devijimin duke i ngrit të imase këta nipat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kanë qenë fëmia e kujt? Fatimës. Paramenot po të ishte ndonjë djalë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjallë, ose do të lindte pasardh, çfarë do të ndodhte me besimtarët ose me muslimanët në përgjithësi, çfarë devijime do të kishte mundur me ndodh. Prandaj ka qenë urtësi e Zotit Madhreshëm mos me jetu fëmijët apo djemtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak domosdoshmë që mos me ndodh ky devijim që do të ishte me ndodh. Po edhe tjetra, disa prej dietarëve kanë thonë edhe po të jetonte njëri prej fëmijëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do duhet të ishte edhe pejgamber. Ai ki parazysh ato cilësitë e pejgamberisë, çashtu që është janë përcjell, do të përcjelleshin edhe tek kjo nuk do të ishte që do të ndodhte pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe është ndërprej edhe pasardhësit e tij që mos me pas të thot pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është domosdoshmë lidhje me martesën, edhe fëmijët e tij i kemi përmend, pastaj ndoshta edhe në ngjarjet ku do të ndodhen do t'i përmendëm pak më në formë tjetër. Kjo ishte domosdoshmë një pastaj pas kësaj ngjarje, domosdoshmë martesës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk ka ndonjë ndodhi ka ndodhur, po nuk përcillet diçka që ka ndodhur pothuajse 10 vite. Çka ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose ngjarje që është marrë me tregti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është ka jetu, por aleikum salam. Por ajo që është ngjarje, edhe me këtë inshallah po e përmbyllim, është se ka ndodhur mas 10 vite masi që është martu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka ndodhur një ngjarje në Mekë. Çfarë ka qenë ajo ngjarje? Është dëmtu Qabeja. Domthonë ka nis me urrënu, domthonë në një formë apo tjetër, dhe ka ndodhur 2 gjana për shkak domthonë pse ka ardhur deri te rrënimi, apo ka nis do thot me urrëzu. E para është që ju e dini Qabeja që ka qenë e ndërtuar, nuk është sikur tash që shohim me ndërtesa, banimet kanë qenë afër, njerëzit domthonë disa metrat afërta kanë qenë larg vendbanimet e
e banorëve të Mekës. Domthonë nuk ka pas ndonjë hapësirë e madhe çashtu që është sot. Për shembull sot është lidhur Safaja edhe Merwa. Atëherë ka qenë do thotë Safa Merwa sikur me shku kogja larg, apo kupton? Mirë po tash si rezultat i numrit të madh të situatave, domosdoshmë është bë afrimi, largimi i shtëpiave edhe vendbanimit, megjithëse thuhet që deri në vitet 70-at, tash domosdoshmë 1970 ka pas vendbanime në mes Safas, Merwas edhe Qabës ka pas vendbanime. Hales pa të ndalë. Po kur është bërë rritja e madhe, pastaj janë tërhek edhe i ka blek, kuptohet, shteti edhe ja u kanë largu vendbanime. Kështu që vendbanime kanë qenë të afërta. E një gru duke ba gjellna në shtëpinë e saj afër Qabës, ndodh një gacë edhe Qabe edhe në ato ka qenë me thonë stolisun kushtimisht me ato mbështjellësat që e kanë madhru domthonë në atë formë. Edhe kur ka ba një gacë në ato tepia, qysh me thonë që ato mbështjellësin e Qabës, është ndezë dhe është djegë një pjesë e madhe e atij mbështjellësit, edhe ka pas dru, se ka pas domthonë në atë kohë që edhe drunjit janë djegë. Edhe dyta që ndodhi, ka ndodhur thot një vërshim në Mekë, që ka qenë normale për atë kohë, edhe tash ndodhin vërshimet në Mekë. Unë e kum pa, ndoshta keni pa dhe ju, mundi me pa në YouTube, në vitin 1942 apo 3, parafërsisht, ka qenë vërshim që foto unë e kum pa, të pa tavaf me not rreth Qabës. Për shkak se ashtu o kon Qabeja, mundi me gjetë në internet ka foto të ndryshme që faktikisht ishe njerëzit ullun në derë Qabës. Edhe kom t'i kanë ujë, edhe ishe disa të notu, do thotë të e ba notin Qabe me në mënë tavafin me not. Për arsye se qashtu është do thotë gjeografia e Mekës që vërshimet ose uji mblidhet në atë vend. Mirë po tash, edhe tash ndodhin vërshimet, edhe tash ndodhin vërshimet, po nuk mushet ujë Qabja, për arsye se e kanë ba atë tërheqjen e ujit në forma domosdoshmë që kanë para pa, po ndodhin rrugët e Mekës në për vende ndryshme që mundet më rrit uji bajakishëm, varësisht prej situatës së rrethon. E këtu ka ndodhur thotë që ky vërshimi që e ka dëmtuar edhe më shumë. Edhe uji që ka ra përmin Qabe, edhe aty e ka dëmtuar, do thotë ka ra shumë ujë, edhe aty e ka dëmtuar dhe ka qenë një dëmtim i jashtëzakonshëm. Edhe këtu ndodh edhe një, me thonë kushtimisht, një mrekulli e kohës. Cila ka qenë ajo mrekulli e kohës? Një kish në Yemen ishte shkatru, ishte rënu, domthonë edhe ajo ishte domthonë e dëmtuar shumë. Edhe perandori romak e zgjedh dhe thot një anije të madhe edhe i merr ato materialin që me qua dhe me rindërtu atë kish në atë vend. Me anije. Edhe i marrin drunjë që jashtëzakonshëm në atë kohë, domthonë nivele më të larta, të shtrejta që faktikisht si udhësën arabistë nuk kanë qenë njohura dhe si kanë ditë për ato. Edhe ajo anije niset për në këtë vend. Edhe duke shku rrugës, ka qenë urësia e Zotit Madhërishëm që ndodh një stuhi e madhe, edhe ajo ani dëmtohet edhe në breg, bashkë në qytetin e Gjuddes, domthonë Gjiddeja që është 70 km prej Mekës, në afërsi të saj dëmtohet edhe ato mbetet. Nuk mundet me vazhdo më tutje. E kjo ka qenë edhe urësia e Zotit Madhërishëm në atë kohë, edhe banorët e Mekës e dëgjojnë që pas ka një anije që pas ka pas me bardh drunj për në atë vend edhe ka met edhe nuk mundet më me vazhdu tutje. Edhe thash ajo paria Mekës, po them, shkojmë edhe i marrëm çato, i blem faktikisht çato, edhe pendërtojmë çato, për arsye se ju e dini në atë kohë çato lloje të drunjve, çato sende janë kondovan për shkretinë arabisë diçka e pamundur që mundesh ti mi siguru aty. E ka qenë një mundësi e madhe për ta për me rregullu themelin dhe me rregullu në atë formë të fortë, se me çka kanë rregullu atëherë, kanë rregullu me llaç
edhe aty këtu naj krane, ose naj dru, ose naj se, ku mujt me zjetë, a me konë drun të fort, që ndërtohet do thot anijet, ndërtohet do thot ka qenë diçka e pamundur me i siguru të në Mekë ato. E kur e kanë dëgju këtë, ka shku një pari e Mekës në atë vend, edhe i kanë ble ato, se ato tash nuk kanë mujt mi marë edhe me vazhdu rrugtimin, edhe i kanë ble pe tyne, edhe i kanë marë atë zdruktarin, si mjeshtër, me arë edhe mja u ndërtu, mja u punu, që temelin me ba me qasoj dru, do thot të fort, që edhe nëse ndodhin vërshimin të ardhmen, me kone e fuqishme qabeja, edhe mos më rënu tani mo një kohë gjatë. Edhe kjo ka qenë, do thot, një shpenzim i jashtëzakonshëm, do më nuk është naj pasuni e madhe, edhe i marrin atë drun që kanë qenë të jashtëzakonshme, i bin Mekë, e marrin edhe këtë zdruktarën që ka qenë prej romakëve, edhe fillojnë me e punu, po nuk ju del ai druni, nuk ishin mjaftu shumë. Nuk ju del në mod për me ba. Ju e dini qabja ka qenë në atë kohë, kur është ndërtu në temelet e Ismailit, ka qenë si në formë rrethore. Nuk ka qenë, do thot, katror qysh është tash, ka qenë si në formë rrethore, edhe tash kur ka orë situata, qysh mja ba. Po para kësaj, është shkoj gjatë, a pe krym që të në gjallë, para kësaj, që ka ndodhë tash, kur kanë ardhë me ndërtu, kur janë ullë, tash, për me rëndërtu, dush me prish. Tash e se gudzo prish e qabën, kush me prish qabën, s'kan gudzo me prish, se ka dhonë na i dhënot zoti, na më gjonë na i bela, e qysh me prish, e qysh me aba, e tash kanë nejt një kohë gjatë, s'kan ditë qysh me ndërhy. Thuhet, në disa transmitime thuhet se fillimisht ka dalë një gjarpën prej qabës, edhe janë tutë edhe ma shumë. Tash gjarpë një po del, domthonë është një isharet qysh na me që Zoti po na vjen isharet që s'bën më ju afru me shkatru. Mirë, po çka ndodh kur del ai gjarpi, vjen një zog i madh edhe merr atë gjarpën edhe hiq. E thonë jalla, kjo është isharet i mirë që po bëj ka se domthonë e ka largu zullumin, domthonë tash mujna me po prapë zgëzojshin. Derisa një prej Parisë Mekës e ka pas emrin Umeje, edhe ky ka qenë prej atyre domthonë është prej armiqve të Muhamedit sallallahu pastaj, mirë po në atë kohë është konsideruar prej i respektuar edhe ka qenë i fisit po refuzimi i Islamit e ka bën me kon armiqësor edhe mu baj keq. Edhe ky vendos thot unë ku më bë, ku më ja fillu me asnjë. Edhe kur kush si shkon për mas. Edhe ky e merr ato mjetin e punës, shkon edhe fillon me gry, thuhet se para se me fillu thot o Zot, se ju e dini që këta kanë qenë në fenë e Ibrahimit me ato devijimet që i kanë pas të thot i dhujtaris, ka thonë unë jam qëllimi jam është i mirë. Edhe pse Allah e ka ditë, po i ka folë, domthonë ato mendime që i kanë pas, ka thonë na po dojmë me ndres qabën, jo me shkatru, edhe fillon me atë pretendim, edhe fillon me punu, po kur kush si afrohet, e lojnë vetë. Edhe thonë jo, na pepresëm ky le të punon sot, le të shkatron so ka me shkatru. Edhe le të shkon nesër sonte në shtëpi vet. Edhe nëse quhet mirë, atëherë i ndihmojmë. Nëse s'quhet mirë, atëherë zguzojmë ju afro. Edhe veprojnë ashtu, ai punon edhe natën kur shkon në shtëpi vet, pushon kur quhet nesër, apet niset me punu, edhe kur e shohin që si ka bova kia kur gjë, çfarë fillojnë edhe këta tjerë me punu. Edhe fillojnë me hiq tërësisht, edhe me e renovu, me rindërtu. Edhe fillojnë rindërtimin qashtu me plane, me asi, po që thash pak më herët nuk më rrin ajo materialit që kam pru, edhe thash detyrohen me e shkurtu, me e zvoglu qabën. Domthonë për shkak se temeli ka qenë me rëndësi, për mos me ardhe të shkatrimi, edhe e zvoglojnë domthonë në atë hark që vrehet edhe shohim sot, edhe është më e vogël se çka qenë në kohën Ismailit alayhisalam dhe Ibrahimit që është ndërtu, janë edhe disa ndodhi tjera të cilat do t'i përmend në lidhje me ndërtimin e qabës, inshallah me kaq po e përmbyllëm dersin e sotit.